të drejtën nuk e di, po mua ata të dy më pëlqejnë shumë. Janë shumë të bukur. Ja ku erdhi Valbona, e keni parë nga televizori, po ja ku erdhi tek ju në kafe madje. Kush e fiton Big Brother? Rozana. Ajo është lojtarja strategjike, më e mira. Gjest, ai ka dhënë gjellër i shtëpisë. Shikoni se kë kam gjetur këtu. E jeni me mua. Mirëmbrëma. Hello. Partnajsie të gjej në mes të Tiranës. A thu? Si jeni? Nuk ridot pa e pyetur zotin Buzhala, cili është mendimi juaj për këtë vajzën këtu si ish banore shtëpisë së Big Brotherit? Cila? Ju keni qenë banor Big Brother? Ua. Po, pasha zotën se kom ditë. Keni dëgjuar për Valbonën? Atë ju ju keni qenë tash mbrana, po? Po, ati e Valbona? Unë jam Valbona. Ti ishe bashkë me Laertin. Kush mendoni që do ta fitoj Big Brother? Vipol Benja? Kisha pas qef me fitu Gjesti, sepse do t'ishte Kosovari i parë që ka fitua, po, dhe i tash se ka fitua si Kosovari. Big Brother vip jo? Ju. Nona jam e të shmendet pas Gjestit, dhe më thonë. Ka mundësi që nona e dënë më shumë Gjestin se mu. Valbona shumë argëtuese në terren, pash shumë përgjigje të ndryshme dhe të ngacmuan shumë për Laertin. Madje dhe qeni. Po, shumë ngacmime kishte, na kanë pritur shumë mirë, ishte njerë faleminderit që më nxorën në terren dhe më riktheve në profesionin tim. Kënaqësi. Me thënë të drejtën ishte pak ndryshe se që shë mësuar më përpara duke bërë inserte, duke bërë vopspove. Po, ishte si një mini aventur, kështu. Po, jo vetëm aventur, po diçka është pak po e sigurt, jo vetëm mua, po jam e sigurt për të gjithë banorët e Big Brother Vipol Benja 4, publiku na ka pritur në mënyrë më të mirë të mundshme dhe sa herë na shohin, na presin me fjalët më të mira, kështu që ne i falenderojmë nga zemra. E vërtet i falenderojmë shumë nga zemra gjithë ndjekësit tanë. Faleminderit Valbona për këtë mini aventurë tënde, ishte shumë e këndshme. Do të falenderoja edhe të ftuarit Sara Gjordeni dhe Milaim Zeka. Faleminderit që ishit sot me ne në Fan Club. Ne do të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare që ndroni me ne, sepse kemi vërtet shumë për të diskutuar, do të flasim për finalistët e tjerë, kështu që shihemi pas pak.